Bordi i Zyrës Rregullatorit të Energjisë Elektrike në Kosovë i ka miratuar kërkesat e 3 operatorëve energjetik për të hyrat e lejuara maksimale të premten, duke ngritur çmimin e energjisë elektrike për 16%. Në njoftimin e ZRR-s, thuhet se rritja mesatare e tarifave për të gjitha kategoritë e konsumatorëve bazë në të hyrat e lejuara maksimale është rreth 16%. Të hyrat maksimale për kompaninë kosovare për furnizimin me energji elektrike janë 435 milion euro, përkundër që kërkesa e tyre fillestare ishte 447 milion euro. Ndërkaq, ZRE vendosi që të hyrat maksimale për kompaninë për distribuim të energjisë elektrike në Kosovë për vitin 2025 të jenë 180 milion euro, anipse kërkesa e tyre ishte 180 milion euro. Në anën tjetër, të hyrat maksimale për operatorën e sistemit transmisionit dhe tregut u vendos dhe jenë 101 milion euro. Pjesë e shqyrtimit nga bordi kanë qenë edhe ankesat e konsumatorëve dhe çështje të tjera të lidhura me funksionimin e zyrës së rregullatorit për energji, thuhet në njoftim. Ndërkohë, derisa ZRE po diskuton për ngritjen e çmimit të energjisë elektrike, një numër qytetarësh protestuan në sheshin Zahir Pajaziti, në qendër dhe pranë zyrës së rregullatorit në Pejton. Rregullatori i energjisë propozoi muajin e kaluar shtrëngimin e çmimit të energjisë elektrike në vend për 15%, duke argumentuar se rritja e tarifave këtë vit është e domosdoshme për shkak të uljes së prodhimit të energjisë, rritjes së konsumit dhe varësisë së madhe nga importet me çmime të larta. Kërkesa për shtrëngimin e rrymës u kundërshtua nga presidenca dhe nga qytetarët që protestuan këtë javë. Dhe javën e kaluar,